Ju jeni armatos në Glogjan, edhe keni vazhdu për... Kemi vazhdu për njëna. Këtu e kemi pas komandant dhe Shaban Hoxha, i Zhabarit, tash i Ndjerë. Këtu nuk ka pas në i luft, diçka këtu ka qenë një vend ma shumë, kemi pas refugjat shumë, kemi pas u konë si udhkryq për Tavnike për shumë vene. Atër bëha dhe një marrëveshje Holbrooke, Milošević në jetë, deri në mars. Në mars u thyja e marrëveshje dhe filloi bombardimin atëherë. Këtu edhe fillun edhe disa luftimet vogla sporadike, po jo edhe shumë të mëdha. Ndërsa rruga ishte e hapur, në gjithë kemi marrë në komunikimin me Oshlan, me Tavnik, me Brovaniç, me Krejton. Ka që kanë kalu për këtu edhe janë furnizu. Me shumë gjana elementare si Brovaniçi, Trnavci, Kuqica, Nena. Ashtu ka vazhdu deri me 16 prill, ne kanë kollë disa shtëpia dhe ne kanë qitë familjet për jetu, ne kanë qu për Shqipëri. I kanë këthyja prap dikun, janë ora prap në Zhabar. Kemi fillu prap që thu me jetu disi, do male, do shtëpia, do. Shtëpia më veç është djek me 16 prill të 99-ës. Deri me 8 qershor. 8 qershor ka qenë një ofanzive atashme.